Pra ka shumë prej këtyre, po nuk po parapelqej me u përsërit shumë tani. Që thunë protesta kur ka dalë për shkak me ju statusin kështu e ka bënë hap pora. Po është ajo fotografia që u bë një foto shumë ikonike edhe për një kohë gjatë qarkullonte gjithkas, ajo ishte më tepër një fotografi hajgare se sa që pasqyronte diçka për sakrificën. Ne kemi pasur Jup Statovsin për gjakur edhe fotografia Jup Statovsi si rektor nuk nxan vend askund, po fotografia këtij si marketing gjithkund. Domethënë na nuk kemi ditë se as si bëhet marketingu, nuk dim as sot. Këta sigurisht nëse kanë ekipe mrapa, atëherë ekipet sigurisht që e din që shkon. Por ata që e shohin emisionin sonte thonë shumë mirë, shpend Gjuca shumë mirë, kështu i rrjedh shumë, po na bin, po na shta kishin ta bëni pyetje ju si ish kandidat për deputet nga rallët e AK-s, pse Pra Ramush Haradinja i kanë ndihmu këtij me orë pushtet? Se këtu në studion time po thuajnë Fallaj Musa që ka më herët, kanë thonë shumë njerëz që Ramushi dhe Dauti kanë pështu këto në kohën kur ka dalë protesta prej policisë Kosovës. Po shiko tash në kohën kur po flet për demarkacionin, kanë mendu që ndoshta kauza është e drejtë dhe i kanë besu. Ramush Haradinaj edhe sot e kësaj dite është një person që është shumë popullor edhe i beson ndoshta gjithkujt, ndoshta edhe më tepër se që duhet. Pra është person që i ka besu edhe Albin Kurtit atëherë duke mendu që kauza e tij është drejtë. Edhe po, është e vërtetë, unë e di që e kanë mbështet shumë, edhe ne kemi pa nëpër kamera kur Ramushi thot policit, shtyje që në ideale, shtyje dhe shtyhet polici. Pra, po të mos ishte ajo Ramush Haradinaj e Dautit, ndoshta ky do të arrestojë atëherë dhe do ndodhin shumë gjëra tjera që do të ishin të duhura për kohën, sepse derisa luftohen institucionet e shtetit, ato janë akte terroriste dhe natyrisht se terrorizmi nuk duhet lejuar. Pra zotnia ka ardhur në pushtet me akte terroriste. Kur sulmohet institucioni i shtetit me armatime trana, çfarë do të thotë ajo? Sulmohen veturat private, sulmohen familjet. Jo dini se është gjyt Molotov në shtëpinë e ish-kryeministrit Isa Mustafa, le të jetë kush doni Isa Mustafa. Për shembull, unë për vete se kam çmuar asnjëherë shkaku si ka qenë ministër i kohës e tjera. Po megjithatë ka qenë kryeministri i Kosovës dhe është gjujt Molotov në familje. Çka do të thonë kjo? Ose kemi rastin me Memli Krasniqin me veturën kur ja kanë djegë atë Memlit, atë grus Memlit, nuk e di mirë, mos spekuloj këtu tash, po do të thotë kanë bërë gjithçka të zezë për marrën pushtet. Duke mos janë shkaluar duke mos janë anashkaluar dhe policinë e Kosovës kur janë çak kreje, polici ka qenë ose luftëtar i lirisë ose invalid i luftës, ka ndodhur të djali dëshmorit dhe dalin e çajin kreje. Jo, Ramushi nuk i ka ndihmuar me bëjana akte terroriste. Ramushi i ka ndihmuar ndoshta indirekt duke i mbështet këto, duke i besu këtij në kauzën e tij të rrejshme, e që ai e ka menduar për të drejtë. Po jo me mbështet duke i ditë se çfarë bën kjo dhe çfarë tradhtis bën mbrapa. Në anën tjetër kemi pas zotriun kur në kohën e luftës kur në për vende të tjera të Kosovës është bërë luftë, është djegje, janë vrarë njerëz, janë vrarë djemtri, janë vrarë nana shtatë zana, zotria ka bërë dashuri me vajzën e ministrit që ka dhënë urdhër. Pra, cilit ministër? Po Sokolovici, Zoran Sokolovic, që ka qenë ministër. Është vërtet kjo që e ka pas? Po ka plot fotografi që po qarkullojnë dhe ka plot dhëna dhe po kanë folë shumë njerëz me argumente, kanë folë shumë njerëz që e kanë lidhur situatën që ka ardhur deri te kontakti. Për shembull, ajo ka ardhur te Tezja që ka qenë fëmia e parë e zotrisë, si duket tezja e saj ka qenë gruaja Raman Morinës e kështu. Po me një fjalë nuk duhet hi deri atje me që ju keni thonë diçka shumë interesante në një intervistë nëse s'gaboj te VB Kajtozi, keni thonë që Albin Kurti ka qenë në tavolinë me Dardan Molliçaj dhe Recep Selimin edhe ju ka thonë a bën me apliku për veteran. Dardan Molliçaj nëse s'gaboj kështu ke thonë ti, i ka thonë ju. Recep e ka thonë apliko se na shtabosh. Shiko. Ato që kam thonë të VB Kajtozi është shumë e vërtetë edhe them edhe 100 herë tjera nëse ka nevojë. Po, këta kanë qenë të tretë në një drekë në restoranin Dora më duket të qafa apo si po kanë qenë të tretë bashkë. Dhe Albini i ka pyet a me apliku për veteran, a jam as jam, a bona as bona. Po, Dardani ka thonë jo, mos apliko se nuk je. Regja i ka thonë po, apliko se bash. Ka apliku dhe është ba. Dhe më thonë Regja e pas ka punë në farforme. Nëse futesh tash sot, me startu të veteran të rrejshëm, duhesh me fillu me këto, se kjo është veteran i rrejshëm. Në bazë ligjeve të Kosovës për ligje për veteranet e luftës, kjo nuk është veteran, se edhe aty janë të ndame diku në 3 kategori. Veteran luftëtar, veteran pjesëmarrës, aktive tjera si janë ato. Po kjo është veteran luftëtar me status, gjë e cila nuk është e vërtetë se nuk ka pas uniform, s'ka pas armë, s'ka marrë pjesë në vit frontit. Për me qenë veteran luftëtar duhet të kesh këto. Pra nuk është. Çka mendoni për këtë rrosën e fundit shpend
pa dosht me ofendu askënd për arrestimin e Fehim Salit, i cili kishte punuar niku edhe si diçka si shef konsultativ për kësi marrëdhënie domethënë rrethnike atë, kështu diçka në presidencë. Po, kjo është shumë e rrezikshme për shtetin dhe ai njeri nuk ka pas mundësi me ardhur aty i pa verifikuar, ai është dashur të kalon derisa duhet ti të futesh në zyrën e presidentit dhe të kesh qasje në dokumentacione të ndihshme, ai duhet kalon për verifikime. Sigurisht ka kaluar për verifikime, po me siguri më të madhe ka pas leje me shku aty, nuk e di pse është dashur me pas leje, pse është dashur me u lejuar edhe prej presidentes edhe prej kryeministrit. Presidentja indirekt, ish presidentja ka kërcënuar që kur ta plas bombën ta tregon këto, do të thotë njëna ndër ato argumente mund të jetë ky argument i cili nuk do të jetë i vetmi. Kjo është një shenjë shumë e keqe dhe është një shenjë e frikshme për shkak se na ka dhënë me kuptu që edhe në institucionet më të larta e më të ndihshme të shtetit kemi njerëz që punojnë për shtetin serb. Pra, njëri ndër rastet është ky, po nuk është i fundit, do të ketë shumë të tjerë. Ky nuk ka shku vetëm aty, ky nuk ka shku pa leje, ky nuk ka shkuar thjesht në emër të ndonjë shoqate humanitare aty, edhe me hi edhe me dalë ose me bëni një foto. Unë për vete për shembull nuk kam marrë as përgjigje, unë para se marrë në Kosovë këtë herën e fundit i kam kërkuar me një email zyrtare takim Albin Kurtit dhe as përgjigje s'kam marrë, se le më mundësi takimi. Pas përgjigje. Të paktën, jo, si shpen Gjocaj dhe i kam treguar motivacionin pse do të takoj. Si ushtore që kësë ty takon me u taku me kryeministin. Edhe nuk më është dhënë mundësia, as përgjigje s'ka marrë, ndërsa ai zotnia që punon për shtetin serb ka qasje në dokumentacione të ndihshme. Po ne kemi pa edhe një veprim tjetër, për shembull ju ton kohën e keni ndëgjuar retorikën që këta e përdorin për këta analfabetet funksional se lista serbe është parti terroriste tjera. Në anën tjetër i ndajnë buxhetin me 400.000, 500.000 euro. Si ka mundësi të dalësh media tush është terroriste, ndërsa në KQZ votohet edhe ndahet buxheti me 500.000 euro. Ose në një anë thuhet se nuk e votojmë kurrë ato Slav Kësimiqin, a në anën tjetër e bëjnë në Komisionin e Sigurisë, është antar apo çfarë pozite ka pikërisht në Komisionin për Siguri. Pra, shikoni se çfarë kontroversa janë edhe sa mashtrues. Pra, ai është në pikën e ndihshme. E këtu ka faj edhe AKI-a që është nënshtruar para politikës, sepse urdhrat duhet zbatohen deri në momentin që bin ndesh me interesat kombëtare, por në momentin që bin ndesh me interesat kombëtare ato nuk duhet zbatohen. E këta i kanë zbatuar urdhrat e politikës edhe kur e kanë kuptuar që bin ndesh, se me vetë faktin që AKI-a duhet ta ketë verifikuar këtë person dhe ka leju që ky të vazhdon tutje pa u pengu fare, atëherë këtu është një bashkëpunim që është pikërisht hap tradhtim ndaj shtetit, tradhtim ndaj popullit. Në anën tjetër nuk mund ta anashkalojmë këtu edhe ligjin për shtesësi. E kanë shfuqizuar ligjin e vitit 2011 që ka qenë ligj me kritere. Ju i thëni serbizimi i Kosovës.